Fakulteti i Shëndetit pritet të vendoset në godinën e ish-gjykatës së apelit. Rektorati i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali dhe Fakulteti i Shëndetit po bëjnë të gjitha përpjekjet për të arritur këtë qëllim me sukses. Dekani Enkelejt Mëhilli në një intervistë të dhënë për televizionin 6+1 Vlora flet për përpjekjet dhe thekson se shpreson tek përgjigjet pozitive të ardhura nga ministrit e linjës. Universiteti Ismail Qemali Vlorë ka bërë të gjitha hapat e nevojshme, i ka kërkuar Ministrisë Drejtësisë dhënien në përdorim të godinës së apelit, është kthyer një përgjigje pozitive para prake nga Ministria e Drejtësisë dhe më pas jemi drejtuar Ministrisë Arsimit për të gjitha procedurat. Në këtë moment jemi në pritje dhe shpresojmë për një përgjigje përfundimtare pozitive nga Kryeministria dhe nga Këshilli i Ministrave. Mëhilli thotë se godina e ish-gjykatës së apelit është moderne dhe do të ishte një produkt shumë i shkëlqyer për zhvillimin e procesit akademik dhe shkencor. Sigurisht ajo është një godinë moderne e cila do të ndihmonte shumë në ofrimin e një mësimdhënie dhe një produkti kërkimor shkencor, cilësor për Fakultetin e Shëndetit. Dekani i Fakultetit të Shëndetit Enkelejt Mëhilli thekson se aktualisht kushtet ku po zhvillohet mësimi janë shumë të përshtatshme, por qëllimi është që ky fakultet të ketë ambiente shtetërore. Aktualisht në këto mjedise të cilat ne po zhvillojmë procesin e mësimit është një godinë shumë e mirë, por do të preferonim një godinë publike. Ky është një nga dëshirat e mia të mëdha që të zhvillojmë mësimin në një godinë publike dhe të ofrojmë studentëve sa më cilësi dhe sa më shumë shërbime të mira që kemi mundësi. Objektivi, sipas Mëhillit, është shumë ambicioz për ndërtimin e një godine të re për Fakultetin e Shëndetit. Ky është objektivi jon madhor, ndërtimi një godine për Fakultetin e Shëndetit. Janë bërë disa përpjekje në të kaluarën, rektori aktuale po vazhdon përpjekjet për ndërtimin e një godine të re dhe shpresojmë se në të ardhmen do të finalizojmë me sukses këtë objektiv. Universiteti i Vlorës Ismail Qemali i ka bërë një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Arsimit për të marrë pa afat në përdorim këtë godinë. Ministria e Drejtësisë ka dhënë aprovimin bashkë edhe me atë të Arsimit dhe kadastrën shtetërore, ndërsa pritet tashmë një vendim i Këshillit të Ministrave që Fakulteti i Shëndetit, një nga më të mëdhenjtë e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, për sa i përket numrit të lartë të studentëve, të zhvendoset në ambientet e reja.